kam Vlogmas e tu. Po bëjmë një gati me ketullën, që të bëjmë gjëra shumë excited. Të shkojmë të blejmë 100 perdesh. Do ndroj sistemin e perdes këtu te salloni, atë që pat paga shumë dje që po punonte babi. Edhe do i vë perden me 100 tani, por unë nuk kuptoj nga këto gjëra. E vërtetë është. Lekë me mamin, me Smartin e shpresoj që shina të nxehte Smarti. Who knows? Ndjesh mirë me jetën tënde shumë. Are you excited for this day? It's a new day. We are gonna clean all the house, outside the house, clean everything. Wow. Motreme nuk është shumë excited, se motreme erdhur me mendimin që do dalëm çdo ditë, do ikim të përdorurat, do shkojmë të hajmë jashtë, do pim kafe kjullësi, do bëjmë foto. But the reality hit it her hard. Të rishtrej gjithë ditën? Ja, madre. Kalizit? Tre gra ndrojnë, jo ndrojnë. Tre gra jemi, çdo njëra nga një punkë që të marrojmë shpejt edhe të vëmë pejman. Motra, na, after midnight, outfit check. Shikoni pak poshtë, kam pijamet. Lart kam këtë. Edhe thjesht mblota flokët që ishin që djesi të shmendur. Edhe është kthyer ky stil barboni. Kështu del gjithë ditën nga shtëpia, si rrugaçe. Jo si rrugaçe. Stil barboni. Barbons. Ç'është barbon? Qiko këtu nuk të bet të vishesh, se as njerës shep, as dillë shep. Ko shpejt të mbarosh ato dy gjëra që ke për të bërë jashtë, edhe ai e rifton E këtë shumë mirë, jeta. No. Oj punëtorja motrës. Mami thot unë kaq pak herë sa kam erdhur këtu, asnjëherë s'kam përdorur syze, se s'ka diell. Ja, shife sot ka diell. Kaq pak. Prap s'ke nevojë për syze. Më mirë se azja mami, më mirë se sa ditët e tjera kjo. Ketula ime xha ka filluar. Tapeti në sallon nuk më pëlqen, është edhe i vogël. Do blim tapet tjetër. Këtë veri në kuzhinë, ndërkohë unë s'do tapet në kuzhinë. Ajo aty nuk, do i ndrojmë, do i bëjmë. Diçka i gjeti atje, tha ja janë këto ngjicat, ja vesh mobiljeve kur i tërheq. Futu kënde. Po i në gërgër ato kariket kur i tërheq. Nuk e dëgjoj dot atë zhurmë. Futu kënde. Toni e ngrini. Atë që neve po kërkonim. Nuk e gjetëm, obviously. Do mundojmë shkojmë në një vend tjetër, të shoh po e kam diku në telefon ata vendin. E mbaj mend pak a shumë, po jam edhe shumë e sigurt se mami thotë që shina ka atje ku shesen materiale për shpajnë. Në Greqi ku shesën ku merren boja edhe kështu aty kanë gjetur shina. Erdhëm Xhire dhe te Jusku. Ti je sigurt ka apo s'ka një tapet të duhur për sallonin tim. Ta kontrolloj vetë me sytë veta. Mbani mend që para se të marr divanin nga IKEA ju kisha thënë që kisha parë një në Jusk që më pëlqente, nga 700 euro kishin bërë 550, po pastaj e kishin hequr ofertën. Tani e kam vënë prapë se është Black Friday. E mami më thotë që ai është më i bukur, po unë e dija që ai është më i bukur, po gjithsesi. Ma prish mendin që duhet kisha pritur të blej atë. Gjetat këtë poltronun që lëvizet edhe po kënaqem. Ky këtu i lezetshëm është. Më pëlqevje mua e mamit, që nuk është kollaj të na pëlqej të dyjave diçka në përgjithësi. Është nice, po duhet të marrëm për masa të kuptojmë sa do duket. Ja ta bëj unë me video këtu 160 me 230. E gjetëm atë për të varur tendat. Perdet, se i quajmë perde. Shko, varet, sa i thon perde, ne nga Korça i themi perde. Kurse nga zona Mandej, Shqipërisë me thon perde. Tani me kështu e mësuar me perde, çfarë bëjmë? Ta ndrojmë dialektin. Po pra, unë perde s'kam, por dukem këta. Diçka është edhe kjo. Po. E lule, maca. Si u kthevëm ne në shtëpi. Shina e perdeve 2 metra, makina ime 1 metër e gjys. Edhe e mbajtëm kështu. Ne ja arritëm. Çdo gjë në rregull. Mastora, stokuam, neve të sollëm me shinën. Vetëm një gjetëm. Zella nuk të thash tapsh kamera. I vetja. Mos është më mirë ta vesh kështu tapetin për së gjati. Sa ashtu e fut shumë poshtë krevetit. Tash divanit. Ta vesh fiks nga i kret, futet vetëm kjo pjesë. Dhe kështu do duket bukur, domethënë sipas teje. Është stil. Ta gjej do ta sjell në tërë kradesh atë Po. që më pëlqen. Keta ime, atë shmendi me atë divanin. Hyra kontrollova pak për kthimet në IKEA, sepse është edhe i montuar divani. Edhe thot atje që mundesh të kthesh gjërat e montuara, ose i çon ti ose vin ti marrën nga shtëpia, thjesht perdën ti morën nga shtëpia do paguash transportin, edhe ti kthejnë lekët totalisht që ti mundesh ti harxhosh brenda te IKEA gjithsesi ato lekë. Ke 2 vjet kohë që ti harxhosh brenda te IKEA ato lekë. Edhe po mendoj mos i marr në telefon e të pyes po bëhet, si mund të procedoj. Sepse këta më hap punë kështu. E pëlqej ai divani shumë. Faktikisht ishte i bukur. Ka marrë masat keq te ai divani. Unë kur i mora për masat, ndoja që ishte shumë i madh. Unë e numërova 1,60 m, jo 1,60 m. Kështu është kur i merr për masat vetë dhe nuk kupton nga këto gjëra. Po pres të vje Klajdi t'ja them si ide. Shoh sa do më shaj nga 1,70 m, të shoh si do procedoj. I don't know what to do anymore in my life. I'm really lodhur
edhe kam akoma bizhamit e veshura nga poshtë. Me thënë, e gjitha kjo nuk po shkon mirë, shikoni. Sa më shumë ditë deri mami me këtu, aq më shumë muhabete të reja do më nxjerr. Tani ka marr tapetin ta la jashtë, mes të dimrit, mes të ftohtit që s'ka as ujë të ngrohtë. Ja tha truri, jo, u bën plura shqipisët. Do bëj një muaj tapetit të thaj, do bëj një muaj. Keni erdhur ka gjithë ditës keni ngrënë një pjatë makarona. Sot ka makarona. Programi se makaronat janë poliore, jo babi spaghetti po të bëj. Të paktën shqyr ka diell, gjysmë e të keqes. Makaronat i bëra, faktikisht kishim nxjerr të bëjmë bërxolla me patate në furrë. Por deshin shumë orë që të bëjnë gati, edhe tham t'i bëjmë për darkë ato. Idealisht sot dua të bëj edhe ragun që të bëj lazanja nesër. Do shohim si do shkojë gjitha kjo. Do merrem gjithë ditën me gatime me sa po kuptoj se s'ke çfarë tjetër të bësh. Dhe ndërkohë që papi bën punime, unë me motrën pronontojmë gjara, harxojmë lek. Klajdi u gëzove që mami thotë ndrojmë divanin. Pa, shumë. U vendos, divani do kthehet. Mora në telefon, bëra gjithë atë praktikën që duhet bësh. Për kthimin edhe do vinë në datën 2 dhjetor ta marrën. Porosita edhe atë nga Jusku. Ka mundësi që çdo herë në jetën time ndodh kështu. Pse nuk bëj një herë një gjë, një tek pull herë, e të mbaroj atje, po duhet të bëj një herë muj, një na. Tani do jemi të gjithë të kënaqur, sepse ju kisha thënë, e te vlogu kur vajtëm te Jusku, që edhe Klajdit ai divani tjetër i pëlqente më shumë. Por unë kisha hallin që po vinin prindrit e më duhesha divan, se nuk desha ti vetë flejnë te ajo që fryet. Edhe i kisha thënë që të fleun të ajo që fryet të flenë ata te krevatim, po nuk duan të flenë ata te krevatim. Edhe prandaj u detyrova të marr shpejt atë që vinte më përpara. Nuk prita edhe una, nuk duroj edhe una, durimi im është minusi, jo te zeroja. Do shohim divanin e ri. Kur ta arrit tani me kismet, nuk e di kur vjen. Thoshte brenda 10 ditëve. Edhe tani kam lek të cilat mundem të përdor te IKEA. Tani duhet të shkojmë të shohim çfarë mobile do marr te IKEA. Më duheshin ja dy. Ato janë aty do marr me shumë mundësi. Ç'a do bëni? Ja, Ndem tapetin. Ktu s'ka tela, po mendoj me mënyra të ndryshme eksperimente si mund të ndem tapetin. Situata në bër është kjo. The struggle is real. Kujtoj njerëzit që shkullin më porta të ndem tapetat, janë pozitiv janë nequr që janë për të hedhur. E nuk e kanë hedhur akoma. më të hapur aty. O, qire Po doni ide si të thani tapetat tuaja? Ja. Mami, e gjitha në tokë do ka. Kapin në tokë. Çfarë të dash? Po, sa e zjuar që je! Tani qa doni, ahu. Bravo ma, të lumshin duar. Je shumë një koqire edhe shumë e zjuar. Mos shikoj një talent të detona se do të çmend. Shqyr që shike futur shtëpia ka rruga. E, mirë, na intereson e shumë që thonë njerëzit edhe. Janë shumë të bukura idetë tuaja. Jo vetëm italianë, të shqiptarë do të çmende, po më janë treguar për video tash. Motra ndërkohë po bën flokët, sepse do filmojmë gjëra për TikTok, për Instagram. Unë i bëra flokët si çfarë. Ora mbase ka vajtur 6:30, 7, por punimet siç mundeni të shikoni këtu mbrapa vazhdojnë. Babi Luevi këtu murin deri në një pjesë edhe dukeshe ku ndalonte ngjyra. Edhe i tha mami tani me që fillove duhet ta bash gjithë murin. Kështu që babi vazhdon me gjithë murin edhe kishte menduar që do mbaronte, po ma tha që parë që i thash do mbarosh sot me këtë. Më tha do mbaroj, po nuk jam edhe shumë i sigurt se mbase mami jot më thotë do një gjë tjetër. Edhe ja që nxor. Punimet derisa të mbarojnë unë jam lër sepse po filmonim edhe TikTok, Reelsa, Instagram, TikTok të gjitha. Edhe tani po presim Klajdin që na zbres edhe pemën e Krishtlindjeve që të fillojmë ta zbukurojmë. Rëndësi ka që sot juve do vini temën. Se në orën 7, se në orën 8, se në orën 10, një më 10, brenda orës 12 Po, do keni vend. në 2, në 3, nuk do flem edhe gjumë, s'ka. Deri në 12 do keni vend. Deri në 12. Aja fjalën unë që babi Ma premton. deri në ato ka mbaruar edhe juve. Mirë. Po e theti, do me thënë që jemi në rregull. Po duhet të sillni tani që ti keni gati gjëra, derisa mbaroj babi juve keni nxjerr nga kutit. Keni bërë pemën këtu në mes. Po. E pastaj shtymë. Shumë ide e bukur kjo që the, po, fix. Do e bëjmë pemën në mes e pastaj do e shtyjmë në anë. Po, ide fantastike. Nuk kam dëgjuar ide më të bukur se kjo. Mirë që kujtohet motra ime të bëj vlog. Ndërkohë motra ime punë s'bën, gjë s'bën, vlog s'bën, gatuan jo. Kish nuk e di me ç'a merret gjithë ditën. Gjys dola, u ktheva bëra drekën. Pastaj, pam ca gjëra që nuk mund t'i them në kamera duke Ato i pash unë edhe i gjeta unë, Më kërkova. Po, të kërkova për 5 minuta motrat, se ato 5 minuta, ajo është puna ime që e kam bërë unë për sot, po. Bëra porosi, divan të ri. Më u mora në telefon të kthej divanin e vjetër të marr informacion. Hodha
vlogun e Sa je sotshëm. lodhur, o zot, shikoni një gocë të Postova lodhur. vlogun e sotshëm. Të ndihmova të filmosh reel për veten tënde? Si ndihesh që në këtë vlog vetëm do zihemi? Si normaliteti. Tani do bëjmë ragun, derisa të vi Klajdi. Jo, më përpara kutin e patateve, Ato patatet, frito ta. Edhe unë nuk e dija se ka gjëja në fillim. Jemi te faza që e vum mishin me patatet në furrë të piqen, e ndërkohë që unë preva këto, që ka këtu qep, selino edhe karot, sedano. Sot motreme që e pa që bën kështu gatime, pastaj më ka kënaqur shpirtin. Shivi domën, më lavi domën. Do me thënë kështu të paft motra të gjithë jetën të paft kështu ka shpirt. Ver pak. Daks. Ka vënë mami tani të ngjis këto gjëra poshtë mobilje, edhe Dori do ja ngjis një nga një karikeve, ja kemi vënë edhe divani. Ka bëj unë që më pëlqen. Të pëlqen ty? Bëj e ti. Unë do vej këto, se më pëlqen, më qetëson. Motra do shkoj të shikoj mishi. Këtu te dhoma, si mund të shikoni, punimet mbaruan, ka dal yll, e shikoni sa bukur duket tani muri me dritaren, ka lezet. E ka pastruar edhe ketula. E tani do vëmë perdet që të kompletojë të gjithë situata edhe që t'i ikën perdet që si për asaj gjës. Darka e sotshme u bë gati. Darka për nesër po bëhet gati. Mami ka hyrë atje si zogler, si quhen ata që bëjnë këta gjën? Zogler nuk quhen. Mary Poppins. Si Mary Poppins si pastrimeve e po nxjerr pluhurat e grumbulluara. Mos ta tregoj leckën tani. Jo, mos e trego se u duk gja, mos e trego. Ju lutet për pak mish. It's time. Shikoni bërëm kështu. Janë nga pjotësi meqi. Edhe ka erdhur ai momenti ku do hapëm pemën, për të cilën si vjet do futem në Amazon e do porosis një. Po thosha, jo aty se ta lëpin milat e gotën, e do ma bësh tap qenin. Te Amazon e do porosis një qese, një çantë që ta fusësh te pemën, se nuk voli kështu me këta kutin çdo vit, atë e ke me zinxhir. Hapëm mbyll. Wow! Dos një pak e pastaj hut. Unë kam marrë dorashkat e reja, sepse mbaj mend që vjet kur e hapa pemën u gërvishta e më diqte lëkura një muaj. Kur po erdha ti kontrollova si çdo vit tjetër. Edhe i kela në gjysmë të mbyllura. Pse më thresni për bashkë punim? Unë e kam stilin tim, edhe nuk e respektoni. Motra ja dole, e hapi gjithë pemën. Vazhdojmë. E di kush është pjesa më e bukur e pemës. Ja na thuaj. Ta mbush burit nga poshtë me dhurata, që ta mbush plot kështu, shumë Oh! dhurata. Të duket më shumë dhurate se sa pema, jo ka lezet. Deri sot nuk më ka ndodhur. Kjo është një thirrje për ty. Nuk nxen dritarë. Kurse unë them ta vej këtë pemë si vjet Elana. Është shumë e bukur. Ma, ti je shumë fani, e di. Edhe vjet shumë kollaj. E di që je shumë fani. E di Elana. Ha, E thua janë, dritarët nuk nxen. karton gjes. Karton gjesi, do me thënë nuk nxen. Çfarë tjetër nuk nxen? Çfarë kemi vanë tjetër, Lana, më ditë më pak. Divani. Divani nuk nxen. Mobilje e banjos. Mobilje, jo, mobilje. Surprise! Bajti të mbyse. Qa do më blesh dhurat burë si vjet? Kile dru. Është tip romantik. Ma, ti që do më marrësh për Krishtlindje? Dru edhe. Surprizë edhe mua. Surpriz! Sikur bjerë tani edhe surprizat vjetë spitali. Surprizat e bira Angela me lidh pemën tani. Eta nuk e kemi. Ma, është rada jo të t'i vesh drita tani. Mundet ta të heq veç me dem gjithë motrën time e tërheq. Oh! Kjo qelbësire e beri mamin për vete. Vajti atje i rinë të atje thash hajde ulu se po të shoh që nuk po duro ke dot. TikTok gjiu ande rak tak. Ova. Po qa këto dorezat, dorashkat. Sot mbaroi se ora ka vajtur 11 e darkës. Re, di sa bukur duket kjo skena. E di sa cute edhe Christmas i duket. Edhe ti bashkë me pemën. E kjo motra nuk kemi vënë zbukurime deri te drita të Haruam. Arritëm. Duket lodhja. Duket lodhja, nesër do bëjmë gjërat e tjera. Me kismet. Unë them ta lesh deri në dritat se shumë. Ti thua vetëm dritat vete. Edhe unë S'ka ashtu. nevojë. Po ti burr di që ashtu do thoje. Dihet se e din që të takon të vesh bukurinën, po nes. Do i vëmë edhe ato. Sot do e hapëm advent kalendar para pemës. Motra nuk del në kamerat se sa po qavi puçrat e fytyrave e vete dhe ka rënë depresion. Oh!
E po çdeshë që i prek e dihet që nesër do të dalen më keq motra. Më do më dalën më keq, thjesht do më dalën e të tjerat se jam te faza që e po ndroj klim shumë shpesh. Number 2. Qa do jetë? Ja, prita shoh si është. Eyeshadow. Jo. Mini size. Po, sigurt, po. Yankee Candle. Oh! Njerëz me erdhjera nga larg, sa ere Ja, mirë. ja. Oh, shumë e mirë. Christmas Eve quhet. Ta ndesim nesër nata juaj e fundit Po. këtu. Njerëz shpresoj të kenë dalë të paktën 10 minuta vlog. Ajo që në përgjithësi dua të vlog masi është në 10 minuta vlog. Kaq. Edhe ne do shifemi nesër. Mua. Mua.